se presidenti duhet një shëmuic e kualifikuar prej 80 votash, në kupton që kushtimisht me thonë gjithë me pas hise në president dhe me qenë i të gjithve e jo ndryshe që pjesë ndërmuese të kohës kemi pasur gjatë kësaj periudhe. Prandaj, sot u shpërfaq ajo që në fakt një pjesë jo vogël e opinionit e ka pasur të ditur që nga momenti edhe i publikimit të gjykimit që kjo periudhë nuk do të shfrytëzohet për qëllime të mira, qëllime të sinqerta në drejtim të ndërtimit të një partneriteti të përbashkët për të gjetur një kandidat, por shka në fakt vlerësoj që Lidhja Demokratike të Kosovës edhe mbasi edhe subjektet e tjera tashmë gjithnjë më shumë nuk arrin me ndërtu atë besimin që është element esencial për partneritet të përbashkët, sepse veprimet e Zotit Kurti përfshirë edhe ato që janë thënë në diskursin e subjekteve politike me theks veçantë para zgjedhjeve edhe të dhjetorit, por edhe me pas, do thënë lën hapësira për me dyshu në raport me një partneritet të sinqert që mund të ofroj Zoti Kurti në raport me subjektet e tjera, për çka në bindjen time është një element jashtëzakonisht shqetësues, sepse në instancën e fundit këto partneritete, këto koalicione, këto marrëveshje arrihen para së gjithash dhe në radhë të parë duke i besu njëri tjetrit, e kjo në bindjen time mosbesimi që është ndërtu në skenën politike është jashtëzakonisht shqetësues, sepse tashmë besoj që është shumë e qartë që vendi po shkon drejt zgjedhjeve, mirë po natyrisht që përmes këtij diskursi polarizues të skenës politike, edhe zgjedhjet nuk është që janë zgjidhje e përshtatshme, sepse në instancën e fundit prap do të vim në situatë kur do të kërkohet një shumicë e tillë e mund të ketë ndonjë subjekt ose subjekt tjetër lëvizje nuancore për sa i përket numrit të deputetëve, mirë po në instancën e fundit për me arrit 80 vota, prap ka me pas nevojë për kompromise, prap ka me pas nevojë për konsensuse e me këtë qasje bukur polarizuese të skenës politike, vështirë që po duket që mund të kemi subjekte politike të cilat natyrisht që arrin me ndërtu, pra si që thash, këtë elementin bazë, elementin esencial të besimit reciprok në marrëveshje dhe në qëndrim të atyre marrëveshje për çka natyrisht që subjektet politike janë të thirrura ta bëjnë. Po, dhe Koci, a bëri mirë LDK-ja, Abdi Gjiku, që nuk i pranoi dy ofertat e Kurtit, atë për zëvendos kryeministrin dhe ministrinë e punëve të jashtme dhe 3 ministri të tjera, dhe atë për kryetarin e kuvendit. Sepse dim luftën që është bërë për kryetarin e kuvendit në vitin 2025, ku Lëvizja Vetëvendosje vazhdimisht kishte potencuar se si parti e parë, si parti fituese i takon ky post, ndërsa tani është i gatshëm ta lëshoj këtë post për ta fituar atë të presidentit. Kjo flet për paradoksin në skenën tonë politike, do thot për atë post kemi humbur muj, dhe tani me lehtësitë jashtëzakonshme, me lehtësitë padurueshme ai post i ofrohet